Llogaria në shtëpi. Në shumë familje, një pyetje që shpesh faqet është kush e mban llogarinë, burri apo gruaja? Ky është një diskutim që lidhet jo vetëm me financat, por edhe me rolet tradicionale dhe moderne të gjinjisë dhe mund të ndryshojë shumë nga një familje në tjetrën. Historikisht, burri është parë si ai që merr përgjegjësinë për financat e familjes, ndërsa gruaja shpesh ka patur një rol më të orientuar në menaxhimin e shtëpisë. Megjithatë, në vitet e fundit, ky model ka filluar të ndryshojë. Sot shumë gra janë përfshirë aktivisht në menaxhimin e financave të familjes dhe ndonjëherë janë ato që menaxhojnë buxhetin familjar. Në një botë gjithnjë më të përqendruar te barazia, shumë çifte tani kanë një qasje më të përbashkët ndaj financave. Ato krijojnë një sistem të përbashkët për të menaxhuar të ardhurat, shpenzimet dhe kursimet. Kjo është një mënyrë e re për të parë financat, jo më si një përgjegjësi të një personi, por si një detyrë dyfisht që kërkon bashkëpunim dhe komunikim të vazhdueshëm. Për shumë çifte, pyetja kush e mban llogarinë është shumë më shumë se sa një çështje financiare. Ajo lidhet me dinamikat e marrëdhënies dhe fuqinë brenda saj. Ata që mbajnë llogaritë e përbashkëta shpesh besojnë se ndarja e përgjegjësive mund të ndihmojë në rritjen e besimit dhe respektit reciprok. Në fund, kush e mban llogarinë, burri apo gruaja, është një çështje që kërkon një vendim të përbashkët dhe fleksibilitet që pasqyron vlerat dhe nevojat e çdo familje. Çelësi është komunikimi dhe bashkëpunimi për të krijuar një sistem që funksionon për të dyja palët. Për të kuptuar se kush i mban parat në familjen shqiptare, do ndalemi tek një çift i suksesshëm, janë bërë prindër, janë të dy shumë të dedikuar në profesionin e tyre, madje ndaj të njëjtin pasion profesion, por se cili është nga ata që kujdeset për parat, i menaxhon mirë, është kursimtari, është edhe ai që në fund të ditës e di se ku kanë shkuar parat, le të na thon vetë ata, Gjergj dhe Sona Ryta. Shumë kënaqësi që jemi së bashku. Faleminderit. Ne në familjet tona i kanë mbajtur mami parat. Tani që po mundohemi të krijojmë familje, sërish është gruaja ajo që i mban parat. Ç'ndodh në familjen tuaj, Sona? Po majmë traditën. E dash përgjigjen, më duket duke thënë Sona dhe jo Gjergj. Majmë traditën. E njëjta gjë, vazhdojmë traditën e familjeve tona. Do thënë, ne nuk është se kemi pasur një ndarje në fillim që shikon ne do të bashkëjetojmë bashkë, do i ndajmë kështu, do i ndajmë ashtu. Domethënë gjërat kanë ardhur vetë. Gjergji nuk është natyrë që të bezdis ose të kërkon llogari, domethënë sa lek u harxhuan, si u harxhuan, domethënë thjesht mi dorëzon mua e di thot ose domethënë kemi kaq, kisha kaq, domethënë nuk e di, kështu ka ardhur domethënë gjëja, i menaxhoj unë, i kemi të përbashkëta, domethënë kemi një portofol në shtëpi. Kështu ka qenë që në fillimet tona të bashkëjetesës, edhe me ardhjen në jetë të bebi, domethënë e vazhdon të jetë. Kishim një konflikt të vogël tani së fundi, po pastaj ç'ndodhi, na trego. Se gjithë kemi konflikte. Jo, se di, në fakt nuk e di se mbaj mend asun se si erdhi si gjë, thash, më mirë ja bëjnë këto çiftet që i ndajnë secili ka portofolin e vet. Po, secili ka portofolin e vet. E banon Gjergji. Po, jo, nuk është se kishim një debat mirëfill, po ishte ideja që te kjo pjesa e portofolit, domethënë, sepse unë mendoj që këto debate dhe këto ujdira ndodhin në familjet mesatare. Okej, domethënë, sepse besoj se shtresa e lartë, secili shef financat e veta dhe kush ka më shumë pushtet, mendoj se investon më shumë te familja, mund t'jetë burri, mund t'jetë gruaja, pak rëndësi ka. Se sot ka ndryshuar edhe kjo e drejtë. Po, normalisht. Edhe mendoj se këto diskutime, le të themi, dhe debate ndodhin tek familjet mesatare e poshtë, le të themi. A kupton, domethënë, që kujdesen shumë për menaxhimin e parave, se normalisht në fund muaj duhet të kenë bëhet një bilans. Ku shkuan këto para? Po, ku shkuan këto para? Pse nuk ruajtëm, hëse do bëjmë pushimet në fund vitit, pra si çdo diskutim mendoj i çdo familje. E kush e tha atë më mirë si që bëjnë... Të këshim patur. Sona. Nuk e di pse jap gjithmonë këtë përshtypje të gabuar. Mi Sona, se kemi gjithë në gratë, mos e vri mendje. Ne jemi ajo... Dukemi si burimi i sherrit, po s'është e vërtetë. Po, e vërtetë, arsyeja ishte Gjergji pse nisi sherri, se nuk di ku i çon, sa lek ka për në portofol, domethënë nuk ja ka iden fare sa lek kishte dje, sa lek ka sot,
ku i argjoj, si i argjoj, dhe kjo ma acaroj shumë, e thashun, Unë do ndash shirat e tua, nuk është unë të mija, të dhe po. Shpenzoj, do me thëmë bëj shpenzime ekstra se fakti që ne jemi trajner, le të themi, dhe jemi të fushës të fitnessit gjithkohës edhe i përkushtojmë gjës tonë, do me thënë të gjithë financat tona na shkojnë ose për roba për palestër, ose për ushqim për palestër. Për palestër. Do me thënë, nuk është se jo dole me shokët për na i gotë, nuk i kemi, ose dola me shokët për na i gotë, nuk i kemi. Ju keni investim në stilin e jetës dhe si në keni stilin e zgjedhur, po. Dhe ju vërtet jetoni shumë shëndetshëm. Jo, Po, vërtet, do me mundohem. thënë, mund të themi që 70% e të ardhurave tona shkojnë vetëm për ushqim. Do me thënë, jemi të merësisht shumë, do me thënë, të shtrenjtë e kjo pjesa. Për të kujdesur për vete, me ushqimin. Me ushqimin, çdo gjë, do me thënë, mundohem sidomos edhe me bebin, si pjesëtar të familjes. Mundohem që të mos mungoj asnjë lloj fruti, asnjë lloj perimi, asnjë lloj mishi, do me thënë, edhe normalisht janë gjëra që kushtojnë, janë kosto, po. Edhe ndonjëherë edhe s'ka dojnë le të themi se kalben shpejt, ose do s'doj gjithma do i hedhësh. Duen hedhë. Mirë, kush e bën atë rutinën që praktikisht përmban pagesën e faturave? Po, qera, gjëra. Qiran. Prandaj kam lënë sonës, unë se unë për tonë. Të gjitha këto i bën sona, po, edhe prandaj... Sona? Që është punë në vete dhe ka nevojë për shpërblim kjo gjërë që ta kesh parasysh. Po, prandaj Ta kesh parasysh. bëjmë ndonjë blerje në fund muajit kështu e ekstra në gjë. Jo, shpërblim për sonën, jo për ty. Po Gjergji çfarë Jo, unë i thash, prandaj u zur më herën e fundit, i thash unë, po, i thash unë shikoj, i thash unë gjitha të ardhurat e mia, i thash unë do i mbaj për vete, për qefet e mia, do filloj do blej, thash roba, jo vetëm palestre. Thash ti do përgjigjesh për shtëpinë, edhe filloj, thash unë shikoj menaxhoj pak si menaxhohen. Është domethënë është punë vërtet shumë e vështirë të menaxhosh lekët, domethënë sidomos ditët e sotme. Ti del bësh një pazar shumë thjesht me perime, fruta. Nuk e di të shko... Sa shko një pazar për familjen tuaj, duke ditur se sa të kujdesshëm jeni ju se çfarë zgjidhni? Pazaret zakonisht i bëj unë. Po, një dit jo, tani së fundi ka filluar, po prap nuk e di se sa shkojnë. Pazaret zakonisht i bëj unë, sepse do me thëmë paradite sona është në punë, edhe normalisht paradite bëjnë këto, do me thëmë gjërat për një javë, sa para shpenzoni për ushqimin, për një javë, nëse mund ta menaxhojmë kështu? Po, për mish mund të themi që 10.000 lekë të reja. Okej, 100.000 lekë të vjetra? Po, do me thënë pak mish kuq, që mund të dojmë të konsumojmë 3 herë në javë, 3-4 varë, do me thënë. Edhe filet e pulës që nuk mungon asnjë ditë. Edhe të paktën peshk 2 herë në javë. Peshk 2 herë në javë, do me thënë llogaritë plus minus Te 100-150.000 lekë vjetra, ose 15.000 lekë të... Vetëm për pjesën e... Vetëm mishra. Vetëm fruta perime pastaj janë gjë tjetër. Do me thënë, në një blerje të thjesht, qa mund të duan, do me thënë, arra, qep, në avokado, banane, fruta. Do me thënë, mund të shkoj pa frikë. 20.000 lekë vjetra, 30.000 lekë. Po, për njërë në 2 ditë, njërë në 3 ditë, kjo. Do me thënë, edhe këto mund shkoj të 10.000 lekë të reja. Sa mirë i di e harit? Po, se unë i blej, pra. Unë i blej. Zakonisht unë i blej, se shqyqyri kemi afër shtëpisë këto edhe. Sona kur është në punë bëj këto shpenzime, do me thëmë, para se vit dreka që fillojnë këto sistemimet gatimet. Po, pak të kemi këtë gjithë mirë që vetëm të këto shpenzojmë shumë, nuk është se shpenzojmë të kë... Alkooli, të dalura të mbrëmje. Kemi një mënyrë e tese në natën, le temi, ose... Edhe kjo. Fundjavave mundohemi që të lëvizim, po... Pra jashtë Tiranë, kur themi të lëvizim? Po, jashtë Tiranë, bëjmë diçka ndryshe. Jo çdo fundjavë, se edhe ke nevojë ndonjëherë që të pushosh vetë në shtëpi, sidomos kur ke një ngarkesë, jo puna, jo gjëja, jo shtëpia që ka nevojë ti futesh çik. Edhe ajo është një kosto e papaguar e punës të grave, por le të shohim tani se çfarë na kanë thënë qytetarët. Sa harxojnë shqiptarët? Gazetarja Gjoana Ndozi ka përgatitur disa vox populi. Pyetja e ditës së sotme është sa para marrin shqiptarët me vete për daljen nga shtëpia. Do t'i pyesim se sa para kanë në portofolin e tyre. Le të shkojmë t'i pyesim së bashku dhe të shikojmë se sa është shuma që ato mbajnë me vete. Sa para duhet marrim kur të dalim nga shtëpia me vete? Sa të marrim, sa të na duhet. Zakonisht që kur dilni nga shtëpia sa para merrni me vete? Flasim në një ditë normale që nuk është se keni për të paguar fatura e gjëra. Ku dalë marrim 100.000 lekë? 100.000 lekë janë shumë?
Po, ti ke mirë në gjep. O sot i ke marrë me vete? Po, Sa lek ke marrë? 100.000 lekë. Do na i tregosh? Ja, nuk tregoj. Sa para, pak se s'kam shumë para. Po ju sa merrni zakonisht? Sa të kem. Po sot sa keni me vete, do na tregoni? Sa, po, pse të tregoj? Kam 10.000 lekë të re. Çfarë do bëni me ato para? Asgjë. Asgjë? Çfarë do bëj? Do t'i kem, në qoftë se më del dikush, mund t'jap një drekë ose mund të tash. Sa ke marrë sot me vete? Shumë pak. Sa pak? 10 lekë. 10 lek? Aq? Aq. Çfarë do bëni? Pensioniste jam unë. Sot do pi kafe. Ju zakonisht kur dilni nga shtëpia sa para merrni me vete? 50, 100, 10 pra. Po. Flasim këtë gjë e bëni çdo ditë apo vetëm në raste kur duhet paguani disa fatura ose keni disa detyrime? Normalisht mbaj mbi 50 me vete. Po sot sa para keni me vete? Ka çka. Çfarë do bëni me këto para, e keni menduar? Asgjë, do opsionis në gjë kur ti je nga puna në shtëpi. Ta marr 10.000 lekë. Mendon se jam mjaftueshme aq? Ja. Sa do dëshironi të merrnit? Në muaj? Jo, sa para do dëshironi të merrit kur dilni nga shtëpia? 100.000 lekë. Kisha për ditë, mirë ishte. Ju zakonisht sa merrni kur dilni nga shtëpia? Sa më duhet. Sot sa të janë dashur? Sot 200 euro. 200 euro? Kishit ndonjë faturë, ndonjë gjë për të paguar apo i morët thjesht i keni? Jo, të kemi edhe. Zakonisht kaq merrni? Varet, sipas Sipas serzis. Unë po nuk bada 100.000 lekë s'dal në pazar. Po nga shtëpia dilni për të bërë një xhiro. Po bra, kur dalim në fshat, pi kafe, s'kam gale edhe 10.000, 20.000 me pas shpresh. Po sot do na tregoni sa lek keni me vete? Do na tregoni? Unë për vete nuk kam portofol fare, s'kam lek fare. Unë pa lekë thash nuk dal në pazar. Sa shumë? Shumë pak. Mo qëllon në njerë dhe s'ke fare, po qëllon ke 20, 30, 50. Po sot sa ke Nuk marrë? është pyetje. Sot isha në një punë. Po qëllon me Po unë jam po portofol. 10, 15, kam qëlluar dhe unë, mos kemi rastis. Pra nëse ne pyesim se kush shpenzon më tepër, nga ju të dy tashmë kemi një emër. Gjergji! Gjergji. Përgjigja Gjergji. Përgjigja. As nuk e di. Jo, nuk e di. Nuk është koshqet. Mirë që argjon, po nuk është koshqet që argjon. Do unë se marrë veç do të kur, se ku shkojnë lekë. A keni ju një arë kursimi? Jo. Le të themi, do me Le të thënë... themi që Sona e ka një herë kursimi, po tani zëj të regoj ma Gjergjit. Po, Sona e ka një arë kursimi jo me unë e di se s'është nevoja. Do të thënë, unë jam gjithmonë me atë idenë që gjithmonë duhet një lek më njarë. Edhe unë. Okej, në kardë, diçka tjetër, diçka tjetër, një gjë kursimi, prap në bank. Do të thënë, gjithmonë, unë jam e mendimit që duhet diçka më njarë, se asë njerë nuk i djetë, shpenzime dalin, do të thënë, se mos është kjo idea, pak të nëse më shkryuar mua, që sa herë që janë gjërat mirë, pap do dali diçka që... Po, duhet të heqësh ato lekët më njanë. Po, fati jonë i mirë, le themi është, ne kemi vite, do me thënë, që punojmë fort për të pasur një ekonomi, le të themi, se... Të shëndosh. Kur qofin këtë që po flasim ne, do me thënë, mund të thonë që një po ku i gjithën gjitho lekë këto, a kuptoj që i shpenzojmë për mishin, a kuptoj, do me thënë, puna, frytet e punës, është ideja që gjatë gjithë këtyre viteve na kanë sjellë që normalisht kemi një ekonomi bazet mirë, që kemi mundësi që të shpenzojmë ato që duam ne, edhe le të themi krijojmë një jetesë paka shumë aty ku e duam ne. Sa asnjë s'mendoj se është i kënaqur nga jetesa vet. Gjithmonë duan të më shumë. Gjithmonë në varësi të punës, Gjergji. Unë dhe Alma ndoshta jemi detyruar të investojmë shumë në dukje për çdo gjë që ekrani kërkon, ju e keni domosdoshme të investoni akoma më shumë tek ushqimi sepse në fund ditës e keni pikërisht. Nuk e përmendëm gjatë bisedës, ne kemi patur bebin e vogël në studio një herë, nuk e përmendëm kostot që bebi ka në muaj. Sa harxhon? Nuk është se kemi llogaritur se sa harxhon. Faktikisht të marri hasi një person i rritur. Po, has shumë se është goxha. Domethënë është goxha i madh. Po, është goxha, domethënë ai lindi i madh dhe vazhdon edhe tjetë, domethënë gjamsh i madh dhe ka zhvillimet si më. Edhe faktet janë të plota, madje domethënë ne më përpara supra gjëra nuk bëja fare në shtëpi, domethënë se ne kemi një
vakt thjesht mish perime, mish oriz, patate, po. Shumë të drejtë ka dhe një kosto në këtë buxhet që planifikon. Tani unë futem dhe gatuaj edhe për romarin, supën, po, edhe suprat I kemi kështu të përditshme dhe fati edhe puna, se... Po, edhe kujdesi që... Po, që I hanë, do me thënë insistimi im, edhe tani I pëlqen I do, do me thënë... Për fat të mirë ka një ushqyerje shumë të shëndetshme. Për fatin tim të mirë dhe të gjergjit. Sa u bë Mari? 2-3 muaj. 2-3 muaj. Edhe diçka tjetër, do me thënë se ma pëlqen ta them me zë të lartë dhe ta flas, do me thënë. Unë dhe Gjergji kemi zgjedhur që, do me thënë, sa të mundemi ne që të kemi efekt në zgjedhjet e Omarit, mos të japim ushqime marketi jo të shëndetshme, sheqerna, çokolatra, gjëra, do me thënë, ne jemi shumë kundër kësaj. Maksimumi që Omari ka provuar është çokolata 90% e zezë, që unë e mbaj në shtëpi, për ndonjë kos në një gjë, dhe me thënë, edhe atë edhe ne habitemi si e pëlqen, do me thënë. Ka pak ekstra kost ose konsumon goxha për moshën që ka. Si mësohen fëmijët, do me thënë, sa I pëlqejnë, sa kanë këtë tendencën ndaj këshill kjo për nënat e reja. Ndaj sheqernave gjërave, do me thënë një herë t'ja japësh, do me thënë... Do filloj ta kërkoj sërish. E mbyllëm Gjergj, një premtim do ja bësh sonës? Po. Do argëtosh më pak. Do mundojmë t'i llogarisë njërë. Se nëse disa... Pra, të kuptoj se ku shkojnë lekët, kjo është sekreti parë. Jo, Sona, s'ka ndër mund t'a bëj këtë gabim Gjergji asnjëherë. Faleminderit shumë se na dhat një shije të vërtet dhe reale se si ndahen parat në familje dhe se si shpenzohen. Faleminderit shumë. Faleminderit që jeni kaq të vërtet sa herë që jeni këtu. Iniciativa që keni marrë. Mirë, shkëputemi sepse kemi një bisedë fundit për sot dhe pastaj përshëndetemi dhe takimin e radhës falem nesër. Qëndroni me ne.